Vllaznia ka luajtur miqësorën e tretë në kampin Maribor të Slovenisë, të cilën e humbi me rezultatin e thellë 4-0 përballë Olimpias. Përballja e luajtur me Olimpia Ljubljana në stadiumin Zak ishte një ndeshje për t'u harruar për kuqeblut, pasi jo vetëm humbën 4-0, por edhe në fushë nuk dhanë më të mirën. Skuadra nuk u paraqit në nivelin e miqësores së kaluar, gjatë të cilës pati një performancë pozitive në fushë. Ndeshja nuk nis as pak mirë për kuqeblutet drejtuar nga Edi Martini, pasi një ndërhyrje ashpër në mesfushë e mbrojtësit Yazgi ndaj kundërshtarit dëshkohet me karton të kuq, duke detyruar skuadrën shkodrane të luajë me një futbollist më pak për rreth 80 minuta. Sa i përket formacionit tekniku, Martini aplikoi një grup mix, duke lënë gjatë pjesës së parë në stol kapitenin Balaj, të cilin e aktivizoi në pjesën e dytë, i cili me gjithë përpjekjet e mundshme për të shënuar në portën kundërshtare nuk e arriti qëllimit. Përkundrazi, Olimpia Ljubljana shënoi edhe 2 herë të tjera në këtë pjesë loje. Një prej golave me penalti pas përplasjes së portierit Çari me sulmuesin e Ljubljanës. Një përplasje kjo që rezultoi fatale për gardianin shkodran, që u detyrua të largohet i dëmtuar nga fusha e lojës. Kjo ishte miqësoria parafundit për shkodranë gjatë qëndrimit në përgatitoren slovene. Ndërkohë, sipas programit të hartuar nga drejtuesit, do të ketë edhe një miqësore të fundit me Romunët e Petrolul për të mbyllur të gjithë ciklin e ndeshjeve në tokën slovene. E njëjta është dita kur kuqeblut do të lënë kampin e Mariborit për të kthyer në Shkodër, ku do të vijojnë përgatitjet e fundit për sfidën zyrtare të datës 10 korrik që luhet në Elbasan Arena përballë skuadrës letoneze.